Si lindi ideja e këtij spektakli? Sigurisht Vera. Por spektakli nuk mund të realizohej pa ndihmën e Ministrisë së Kulturës, zonjës Elva Margariti. Sigurisht pa Aleksandër Frangaj, Klanit dhe miqve zemërjer. Unë në fakt dolet kësa ere jo si aktor në një rol filmi, se këtu kam luajtur para shumë vitesh tek filmi Ballë për Ballë me skenar të Kadares, me regjit të Kujtim Çashkut edhe të Piro Milkanit. Një rol shumë të rëndësishëm dhe të veçantë në karrierën time si aktor. Por mendova të dalë ndryshe me poezi, sigurisht me risk. Por poezia frymëzon, të gjithë duan poezinë. Madje dhe jeta kur jetohet me poezinë në mend, është një lloj arti, thon poetët. Edhe fëmia kur rend për të kapur një xizëllonj ka atë frymëzimin e poezisë në vete, çfarë të them tjetër. Ja ku më ka çuar poezia. Bisedë me Einsteinin. Pse nguten njerëzit në jetë pa pushim Einstein kur i pret një fund fatal? Ka një formulë që kohën ta zgjas, ta kthej mbrapsht, ta ngri apo ta ndal. Përgjigjja e Einsteinit profetike, e saktë si një lëvizje në shah. Pyetja time, disi pa takt, shpërfillshëm i bën mat. Maksima, lëvizja kohën zgjat. Pyes veten, ka një kufi shkenca, sensi saj, fuqia teksa Einsteini thotë se imagjinata është më sublime se dia? Por ndoshta nga dobësia, pasiguria në vete, rekem të kuptoj që fsheh sekreti, koncepti vërrasës, i relativitetit. Kjo jetë e brishte për kohët, e shkurtër si një shi veror, një ditë ndalë, si gjeti në pemë këputet. Se vdekja mizore tjetë e përhershme, kur relative është do gjë absolute? Duket se Einsteini këtu mi mbyll shtigjet, i ngorosur në morë, hesht dhe s'kthen përgjigje. Flitet se dhe ai ishte ndalur te finishi me dilemën e të jetës, pa marrë asnjë përgjigje nga ai plotfuqishëm.